Shikues të Vizion Plus, përshëndetje, do të jemi bashkë në parashikimin e motut për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti ka qenë i vranët, me rreshtë të erëpashershme shiu me intensitet të ulët deri mesatar, që në orët e para të ditës, ndërsa gjatë ditës kemi patur rreshtë shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit në zonën e veriperëndimit dhe të qendrës, intensiteti i rreshtive ka qenë deri mesatar. Në zonën e Alpeve dhe në relievet të larta malore kemi patur rreshje të dëborës. Era ka fyer me drejtim kryesor nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare 17 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 4 deri në 5 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 1 deri në 9 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 3 deri 16 gradë dhe në Bregdet nga 8 deri 15 gradë Celsius. Për ditën e diel, Shqipëria pritet të ndikohet nga e njëjta situatë sinoptike. Do të kemi mot të paqëndrueshëm me rreshtë të erëpashershme shiu me intensitet mesatar në pjesën më të madhe të territorit që në orët e para të ditës. Në zonën e veriperëndimit dhe të jugperëndimit priten rreshtë shiu me intensitet të lartë, ndërsa në Alpe do të kemi rreshtë dëbore me intensitet të ulët. Era do të vijojë frymë drejtim nga kuadrati jugut me shpejtësi 8 metër për sekond. Në Bregdet era do të arrijë shpejtësi deri në 17 metër për sekond. Dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 4 deri në 5 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 3 deri 11 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 5 deri 18 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 17 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, shoqëruar me rreshtë shiu me intensitet të ulët lokalisht deri mesatar, ndërsa në relievet e larta malore do të kemi rreshtë dëbore me intensitet të ulët. Për sa i përket kontinentit evropian, ditën e nesërme pjesa më e madhe e tij parashikohet të ketë mot të paqëndrueshëm me rreshtë shiu me intensitet kryesisht të ulët deri mesatar, si dhe me rreshtë dëbore. Pjesërisht Spanja, Franca, Europa qendrore parashikohet të kenë mot relativisht të qëndrueshëm me kthjellime dhe alternime vranësirash. Tu kemi përfunduar, në falenderoj për lëmondjen, bashkë me u takofshim.